Kandidati i Partisë Demokratike për qarkun Shkodër Arben Lusha i zhvilloi takime në rrugën Dervish Bek të rajonit 4, duke marrë mbështetjen e qytetarëve dhe bizneseve. Kandidati Lusha ju shpreh se në 11 maj të gjithë shqiptarët kanë vetëm një zgjedhje, Partinë Demokratike. Kërim këtë rrallë inshallah. Qysh në 10-ën e me pëtën, e sënoj, edhe baba jem ka ju në borg për demokracinë. Qysh në 47-ën. Numri 1 edhe Arben Lusha. Do të fitojmë. 30 vjet me tonë. Pensionet do të rriten dhe do të ketë ndryshim drastik. E ka programin më të mirë edhe ka e ban realitet për 100 ditë të para të qeverisjes. Fitoshim inshallah. Po duhet, pasi s'ka ti mu fitu këtë rrallë. Fitoshi. Partinë Demokratike, normal. Shërin zoti. Po shtim këtë rrallë këtë regjim. A do ta orëzojmë këtë rrallë këtë qeveri? Suksese, Shërin zoti. Tanë bashkë inshallah. Tash inshallah të zoti se Zoti të rrit, tanë bashkë. Bravo. Respekt të zoti. Unë e më berit, më së me kanë tjetër. Partisë Demokratike. Respekt të Nishi zoti. dhe Arben Lushaj. Veç ta heku me Edi Ramën ka garanci. Do ta nisim Edi Ramën këtë rrallë. Masivisht do të votojmë. S'ka ma Edi Ramë. Kafja ma mirë është me 11 maj me nisi Edi Ramën punë vetë. urime. Respekt falënderës. Urimi më i madh është me datë 11 me nisi Edi Ramën edhe me në rrugët po shtet. Do ta nisim Edi Ramën këtë rrallë. Qytetarët shkodran të rajonit 4 u shprehen të zhgënjur nga qeverisja këtyre 12 viteve, duke thënë se në 11 maj votët do të jetë për Partinë Demokratike dhe kandidatin Arben Lushaj si një përfaqësues i denjë tyre.